Afera dhe dyshime serioze mbi keqpërdorime të ndryshme kanë lëkundur figurat kyçe që dikur drejtonin dialogun Kosovë-Serbi në emër të Bashkimit Evropian, pasi dy ish emisar të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Frederica Mogherini dhe Miroslav Lajçak, janë përfshirë në skandale të ndara e që kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Frederica Mogherini ishte arrestuar në dhjetor të 2025 në Bruksel në kuadër të një hetimi për një skem të dyshuar mashtrimi e që lidhet me fondet dhe trajnimin e diplomatëve evropian. Ndërkohë, Miroslav Lajçak u detyrua të jap dorëheqje nga posti i këshilltarit të sigurisë kombëtare të kryeministrit të Slovakisë, pas publikimit të dokumenteve që zbuluan mesazhet e tij të papërshtatshme në lidhje me tashmë skandalet e publikuara nga dosja e Jeffrey Epstein. Lajçak madje ka pranuar se komunikimi i tij ishte i papërshtatshëm, por ka mohuar çdo akt kriminal. Bashkimi Evropian ka deklaruar se këto zhvillime nuk kanë komprometuar procesin e dialogut Kosovë-Serbi, i cili sipas tyre mbetet i qëndrueshëm dhe i udhëhequr nga palët. Pavarësisht kësaj dhe atyre që janë publikuar, emrat e Mogherinit dhe Lajçak së fundmi u përmenden pikërisht për disa afera që dyshohet se kanë qenë të rënda e që prekin shtete dhe zhvillime të ndryshme në mes tyre.